تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi dhe atij i takon lavdia. E gjithë lavdia i takon Allahut, Zotit të madhështisë dhe përsosmërisë, Zotit të dhurimit dhe mirësisë. Atij i shpreh lavdi dhe e madhroj siç e madhrojnë falënderuesit. Ata e lavdroj siç e lavdrojnë adhuruesit. Ata e lavdroj sa i meriton çdo lavdi. I shpreh lavdi të shumta, të pastra dhe të bekuara, si çdo ai dhe derisa të arrijmë prej tij kënaqësi. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë pos Allahut një dhe i vetëm e i pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut, i cili e kumtoi mesazhin, e plotsoi amanetin, e këshilloi umetin dhe luftoi për Allahun me luftën e vërtetë derisa i erdhi vdekja. Nuk ka lënë ndonjë të mirë për të cilën nuk e ka udhëzuar, nuk ka lënë ndonjë të mirë për të cilën nuk na ka udhëzuar dhe nuk ka lënë ndonjë të keqe për të cilën nuk na ka paralajmëruar. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij të bekuar dhe shokët e tij të nderuar. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi dhe atij i takon lavdia. Mëtej, o besimtar, o robërt Allahut, ruhni Allahut Zotit tuaj, falenderojeni dhe lavdërojeni atë për dhuntitë e shumta, për mirësitë e panumërta dhe dhurimet e njëpasnjëshme. Lavdërojeni me lavdi të shumta dhe bëhuni robërt Allahut falenderues, bëhuni të nënshtruar adhurues, ndaj Allahut bëhuni madhrues, për Kur'anin dhe Sunetin zbatues dhe sipas shariatit të tij gjykues. Ja eyyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum. O ju që keni besuar, bindjuni Allahut, bindjuni të dërguarit dhe mos i prishni veprat tuaja. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi dhe atij i takon lavdia. O musliman, urime për këtë festë madhështore dhe Allahu ju lumturoft në të për kohra të shumta. Allahu i pranoft veprat dhe adhurimet prej nesh dhe prej jush. O besimtar, Ramazani mbaroi bashkë me ato që i kishte. Shkoi bashkë me veprat dhe adhurimet. Regjistrat e Ramazanit u mbyllën dhe u palosën. Shkoi lodhja bashkë me kënaqësinë, hidhtia me ëmbëlsinë dhe mbeti shpërblimi inshallah. Lumë për robin që adhuroi Allahun dhe u përkujtua. Lumë për ata që i kërkoi falje Zotit të tij për mëkatet dhe u pendua. Lumë për ata të cilit ju shlyen mëkatet dhe nga prangat e xhehenemit u lirua. Por nëse dikush ka ngel mbrapa dhe është vonuar për shkak të neglizhencës dhe pakujdesit, le të nxitoj të arrijë karavanin e udhëtarëve dhe shoqërinë e mirë, sepse portat e Teubes janë të hapura natë e ditë. Përderisa fryma qarkullon në gjoksin e njeriut, mundësia është e hapur dhe Zoti është falës, mëshirues dhe pranues i pendimit. O robërt Allahut, çështja më e madhe për të cilën janë krijuar njerëzit, janë dërguar pejgamberët dhe janë zbritur librat, është që ta adhurojnë Allahun me adhurim të pastër dhe të kthjellët, pa i shoqëruar asgjë në adhurim dhe pa e njollosur adhurimin me asnjë njollë të shirkut. Ky adhurim dhe kjo shprehje e robërisë është ajo që e ngre njeriun, e nderon, e bën të kënaqur dhe e përforcon. Adhurimi ndaj Allahut e mbush zemrën me lartësi dhe krenari. Çdo gjë tjetër në jetën e njeriut duhet të jetë pasuese dhe dytësore pas adhurimit dhe tauhidit. Prandaj, njerëz të suksesshëm janë ata të cilët punojnë për realizimin e ibadetit në gjithë jetën e tyre. Kur vjen koha e adhurimit, adhurojnë. E kur e mbarojnë adhurimin, vazhdojnë të jenë të dobishëm në jetën e dunjas.
Me zemër e kryen adhurimin e mbështetjes, dashurisë, frikës, shpresës, bindjes, kënaqësisë. Këto janë adhurimet më të vlefshme dhe më të larta. Atëherë, me trup janë gjithnjë në adhurim, duke i kryer veprat e mira dhe bindjen ndaj Zotit të tyre, dhe duke u larguar dhe duke u ruajtur nga veprat e këqija dhe mëkatet. Të gjitha këto për të arritur kënaqësinë e Allahut, Zotit të tyre që i ka krijuar. Na mbetet pyetja më e madhe: çfarë pozite ka ibadeti në zemrat tona? Sa kohë i kushtojmë nga dita dhe nga jeta jonë? Adhurimi është qëllimi kryesor, prandaj mos bëhemi të pakujdesshëm. Është synimi më i madh, prandaj mos e humbim. Aty është rahatia, prandaj mos e huqim. Allahu nga mëshira e tij e gjerë na i ka shtuar dyert e mirësisë dhe rrugët e adhurimit. Bërja e të mirave është adhurim, por edhe largimi nga të këqijat, duke e madhruar Allahun, është adhurim. Madje edhe punët e zakonshme të përditshmërisë, si ngrënia, pirja, puna dhe gjumi, janë adhurime nëse e përmirëson niyetin dhe ke qëllim të mirë. Madje shpenzimi për gruan dhe fëmijët, që t'i ruash nga poshtrimi dhe t'u mundësosh edukimin, gjithashtu është adhurim. Lumë për ata që secilën ditë e bën adhurim. E kjo është e lehtë për njerëzit që kanë nijet të mirë. Kjo është tregtia fitimprurse e lehtë. Vëllezër të dashur, kur është fjala këtu në Ramazan, Allahu na mundsoi ta shijojmë ëmbëlsinë e adhurimit. Një muaj të plot e shëtitëm në përkopshtet e adhurimit. Ramazani nuk është si muajt e tjerë, nga se ambienti të ndihmon, takvaja përforcohet, imani shtohet, thirrjet e shejtanit dobësohen dhe shpirti aktivizohet. Nuk themi se gjithnjë duhet të jemi si në Ramazan, mirë po një njeri të cilit Allahu i ka dhënë jetë që ta kompletoj Ramazanin, e ka obligim të jetë mirënjohës dhe falënderues, duke vazhduar në rrugën e njëjtë, e jo të kthehet mbrapsht në mëkate dhe pa kujdes si ka qenë më parë. Mos thuaj nuk mundem. Ramazani ta ilustroi se sa ke fuqi kur je i vendosur dhe i përkushtuar. Dy adhurimet më të mëdha që i përfituam nga Ramazani janë jeta me namaz dhe afrimi me Kur'anin. Namazi është shtylla e fesë, qetësia e zemrës, dera e xhenetit dhe lidhja me Zotin tënd, përmes të cilës i drejtohesh, i lutesh, i përgjerohesh dhe vetëm atij i afrohesh. Kur e mbaron namazin, del prej tij me mëkate të lara, njollat të pastruara dhe brenga të larguara. Prandaj duhet ta marrësh vendimin e prerë. Namazi është obligimi i padiskutueshëm dhe duhet të kryhet pa përtaci, pa shtyrje dhe pa harres, në kohën e vet dhe në vendin e vet, në xhami. Pastaj vinë namazet vullnetare, të cilat mund t'i shtosh sa të duash. Ato i përfundon me namaz nate dhe vitrin në secilën natë të vitit. Sa i përket Kuranit, mos e harro ëmbëlsinë që e kishe me të gjatë Ramazanit. Mos i humb gjurmët e tij që e lexoje gjatë një muaji dhe dëgjoje në namaz gjatë natës. A nuk e prekën dëgjimin tënd udhëzimet e tij? A nuk i përjetove momentet më të bukura me leximin e tij? A nuk e ndjeve dallimin e ditës për shkak të bereqetit të Kuranit? Le të jetë ky përfitim nga Ramazani që mos e braktisësh Kuranin pas Ramazanit. Ai është ligji ynë, kushtetuta jon, litari i shpëtimit ton, rruga e shpëtimit ton. Ajo është fjala e Zotit ton. Prandaj, pas këtij Ramazani, merr vendimin që çdo ditë të lexosh një pjesë të caktuar të Kuranit, qoftë edhe pak. Kështu do ta shohësh ndikimin e bereqetit të tij në jetën tënde. Do të kesh rahati të gjoksit dhe qetësi të zemrës. Allahu na dhon sukses dhe na hap derën e mirësisë. O vëllezër besimtar, një prej dhuntive më të mëdha ndaj muslimanëve është se Allahu e ka bërë Islamin fe të bashkimit dhe afrimit të zemrave. Në Ramazan njerëzit e panë dhe e ndihen këtë. Të gjithë e kemi parë se si në dy xhamitë e bekuara në Mekë dhe Medinë bashkohen muslimanët me ngjyra të ndryshme dhe me gjuhë të lloj-llojshme. Secili i buzëqesh vëllait të vet dhe i shërben, ha dhe bisedon bashkë me të. E do nga se është në fenë e tij. Kjo është një pjesë e bukurisë dhe dritës së Islamit. Nuk bën dallim mes besimtarëve në bazë të ngjyrës, kombit, gjuhës ose preardhjes.
më i ndershmi ndër jush është më i devotshmi. Muslimanët duhet të bashkohen në këtë fe, të kapur për librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rrugën e sahabeve, larg përçarjeve, shpikjeve, risive dhe bidateve. E lusë Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta, që të na furnizoj me këtë gëzim të madh. Allahu na e dhënë këtë gëzim të madh, Allahu na kënaq në këtë dynja dhe me gëzimin dhe adhurimin ndaj tij, pasimin e fesë dhe shariatit të tij dhe ndjekjen e librit të tij dhe sunetit të pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Ai është që i dëgjon lutjet, tek ai është shpresa jon dhe na mjafton Allahu, e sa mbështetje e mirë është ai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi dhe atij i takon lavdia. Vëllezër musliman, keni frikë Allahut dhe ruhuni zemrimit të tij. Kërkoni shpërblimet në Bajram siç i kërkuat në Ramazan. Bëhuni të sinqert dhe bëhuni të atill që i dëgjoni fjalët e mira dhe i ndiqni në mënyrën më të plotë. I përgëzojmë ata të cilët mundohen të fusin lumturi dhe gëzim në zemrat e të dobëtve dhe të vetmuarve. Ata të cilët i përkrahin jetimet dhe gratë e veja, ata të cilët u bëjnë mirë të varfërve dhe nevojtarve. Në krahët e të dobëtve vijnë lumturia dhe furnizimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum." Me të vërtetë, furnizimi dhe ndihma ju vijnë përmes të dobëtve. O motër e bekuar, ti je robresha e Allahut dhe ai është Zoti yt. Misioni yt është që t'i bindesh atij edhe nëse të duket se është në kundërshtim me dëshirat e tua. Nënshtroju Allahut, fale namazin, jepe zekatin dhe bindju Allahut dhe të dërguarit të tij. Jep sadaka, shtoje istighfarin dhe plotësoje hakun e burrit. Ruaje mbulesën dhe ruhu prej zbulimit dhe prej çdo gjëje që i josh ata me zemra të smura. O bija e Islamit, ti je edukuese e gjeneratave dhe prodhuese e burrave. Bëhu ashtu si do Allahu, e jo si duan thirrësit e fitnes dhe prishjes. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Allahu do që t'ju apranoj pendimin dhe t'ju falë, kurse ata të cilët i ndjekin epshet duan që të devijoni me devijim të madh. O besimtar të nderuar, o musliman, dielli i Bajramit lindi dhe filloi të shkëlqej. Le të shkëlqejnë me të fytyrat tuaja dhe me buzëqeshje, zemrat tuaja me sinqeritet dhe shpirtrat tuaj me dashuri. Kur të ktheheni në shtëpi me dhuntinë e Allahut, kthehuni me zemra të pastra dhe sjellje të këndshme. Dobia e dëgjimit është përfitimi, kurse argument i përfitimit është ndjekja e udhëzimit. Bëhuni siç ka thënë Allahu: "Alladhina yastami'una al-qawla wa fayattabi'una ahsana, ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Ata të cilët i dëgjojnë fjalët dhe ndjekin më të mirën, ata janë që i ka udhëzuar Allahu dhe ata janë të zotët e mendjes. Vazhdoni të jeni në Ramazan me zemrat tuaja, duke pasur një jetë të mirë gjithnjë. Vazhdoni si në Ramazan të keni sjellje të mirë, të largoheni nga mëkatet dhe nga mashtrimet e dunjas, të keni moral të lartë dhe fjalë të buta dhe vazhdoni me adhurimet me të cilat u mësuat gjatë Ramazanit. Agjeroni ditët e bardha, lexoni pjesë të caktuar të Kuranit çdo ditë, prezantoni në namaz me xhamat, mos e braktisni namazin e natës, qoftë vetëm 2 rekate para vitrit, vazhdoni me sadaka dhe bëni shumë lutje dhe dua çdo herë. Allahu ju gëzoft me shpërblimet e tij dhe ju nderoft me fitimin e xhenetit dhe shpëtimin prej xhehenemit dhe Allahu ju gëzoft me takimin me të. Allahu na i pranoft neve dhe juve veprat e mira. Për hajri qoftë Bajrami dhe gëzofshi edhe shumë vjet me bereqet, mirësi dhe lumturi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allahu, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين والحمد لله رب العالمين.